Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me çajin e malit mund t'ju kushtoj jetën. Të ngrohë organizmin dhe shpirtin, por mbi të gjitha efektet e tij janë fantastike për të mposhtur virozat, gripin dhe të ftohurën. Çaji i ngrohtë mali me gjalp, ëmbëlsuar me pak mjalë dhe pak lëng limoni, për vlera më të forta, është një nga kurat më të mira që mbrojnë organizmin. Një traditë e trashëguar brez pas brezi në të gjithë Shqipërinë. Çaji i malit përzihet me lëng limoni, mjalë dhe pak gjalp. Ky i fundit është një element që e bën shijen e çajit mjaft interesante dhe as pak të çuditshme, sidomos për ata të cilët kanë probleme me kollën ose fytin. Nëse ju pëlqen çaji i malit, atëherë përdoreni kështu. Në mëngjes, por edhe në mbrëmje, përzierja e tij me gjalpin rrit forcën vepruese të vlerave ushqyese. Gjalpi është i pasur me vitamina dhe minerale. Ai përmban kalcium, fosfor, potasium, zink dhe magnez. Receta e përgatitjes në shtëpi. Përbërësit që do t'ju duhen janë një grusht me çaj mali, një lug çaj me mjalt, 2 lug gjelle me lëng limoni, një lug çaj me gjalp të freskët, një filxhan çaj me ujë. Përgatitja. Si fillim ne do të zgjejmë ujin. Në ujin e nxehtë ne do të hedhim çajin e malit, e lëm që të zgjejë deri në 10 minuta. Jo të gjithë kohën si kur e lëm ne zakonisht. E heqim nga zjarri dhe më pas e hedhim në filxhan. Më pas hedhim lugën e mjaltit dhe lëngun e limonit dhe në fund gjalpin e freskët. Çaji duhet pirë kur është ende i ngrohtë. Çaji me fuqitë e një mali për shëndetin. Çaji i malit është një aset që natyra i ka dhuruar njeriut për ta ndihmuar në mirëqenien e organizmit. Sipas të dhënave, çaji i malit ka efekte të fuqishme në forcimin e imunitetit dhe njëkohësisht, sipas ekspertëve, ai ndikon për një trajtje shumë më të mirë dhe të lehtë, ndërsa lufton alergjitë dhe astmën, dhimbjet e kokës dhe sinuzitin. Çaji i malit ka fuqi të jashtëzakonshme gjithashtu në trajtimin e sëmundjeve të ftohtit, gripit dhe dhimbjeve të fytit. Kolla apo dhimbjet e kraharorit trajtohen më së miri përmes çajit të ngrohtë të malit. Vlerat e limonit dhe të mjaltit. Jo më kot, cilësohet si fruti i gjatësisë. Limoni është një pasuri vlerash të çmuara për shëndetin. Vetit kuruese të tij janë të fuqishme fal vitaminave C dhe P, të cilat i bëjnë efektet shëruese të limonit të menjëhershme për organizmin e njeriut. Mjalti është cilësuar ndër shekuj si nektari perëndive dhe vijon që të jetë i tillë edhe sot. Mjalti ka një përdorim të gjerë dhe jo vetëm si ëmbëlsues. Përpara shpikjes së antibiotikëve, mjalti përdoret gjerësisht për të trajtuar plagët apo djegjet e lëkurës. Ai është përdorur edhe për të zbutur kollën ose si maskë lëkure, që në lashtësi mjalti konsiderohej si një ushqim tepër i rëndësishëm për atletët dhe njerëzit të cilët kryenin aktivitete fizike. Sipas ekspertëve, duhet të dini se tokat shqiptare janë të bekuara me thesarin natyral të bimës madhështore të çajit të malit. Nuk është as pak çudi që jo vetëm vendasit, por edhe të huaj që takojnë kulturën shqiptare, mbeten të mahnitur fal vlerave të çajit të malit shqiptar. Diçka është e sigurt, asnjë vend në botë nuk prodhon këtë cilësi bime si kjo e jona. Çaji i malit ndihmon me shëndetin e aparatit tretës dhe gjithashtu ai përmban antioksidant natyral, është plot me flavonoid dhe njëkohësisht me antioksidant. Studiuesit nga ana tjetër kanë zbuluar se bimët e familjes Sideritis përmbanin substanca tepër të rëndësishme të cilat luftonin
mikrobe dhe infeksionet. Të gjitha këto bimë përmbanin vajra esencial të cilët sigurisht kishin efekte pozitive në shëndetin ton. Ul tensionin e gjakut. Një studim i fundit ka zbuluar se ekstraktet të cilat vinin nga familja e bimëve sideritis ulnin nivelin e tensionit të gjakut dhe gjithashtu që të sonin enët e gjakut. Studimi i kryer ka nxjerrë në pas se doza domethënëse të ekstrakteve në fjalë ndihmonin në zgjerimin e enëve të gjakut, gjithashtu edhe në uljen e tensionit të gjakut dhe uljen e presionit ndaj zemrës. Megjithatë, studimet të mëtejshme janë të nevojshme përpara se çaji i malit shqiptar të merret në konsiderat për trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Mbron sistemin tuaj tretës. Studiuesit gjithashtu zbuluan se pirja e çajit të malit shqiptar ul inflamacionin në sistemin tuaj tretës dhe nga ana tjetër kjo ndodh fal pranisë së fenolëve dhe antioksidantëve të cilët gjenden natyralisht në këtë bimë. Studiuesit gjithashtu zbuluan se inflamacioni dhe toksiciteti uleshin për një periudhë afatgjatë, kjo si pasojë e aftësive mbrojtëse të çajit të malit shqiptar. Përgatitja e çajit të malit kërkon gjithashtu përdorimin e luleve dhe njëkohësisht kërcejve dhe gjeteve të plota të gjithë bimës. Ju mund t'i hidhni ato në ujë të nxehtë dhe më pas të ulni temperaturën duke mundësuar zjerrjen e lëngut për 5 deri në 10 minuta. Shija e këtij çaji është toksore, por në qoftë se ju do të përdorni lulet, do të ndjeni edhe aromën e tyre. Këtij çaji ju mundet që t'i shtoni mjaltë dhe limon sipas dëshirës. Në malet e Shqipërisë rritet varieteti sideritis raeseri. Ky lloj nuk duhet ngatëruar me speciet e tjera të cilat gjenden në të gjitha vendet e mesdheut. Kjo është një traditë e trashëguar brez pas brezi dhe çaji i malit është një aset që natyra i ka dhuruar njeriu dhe sidomos vendit ton i cili është i mbushur me këtë bimë të bekuar. Kjo bimë i ka dhuruar njeriut mirëqenien e të gjithë organizmit. Sipas të dhënave, çaji i malit ka efekte të fuqishme në forcimin e imunitetit dhe ai ndikon për një trajtje shumë herë më të mirë dhe të lehtë, ndërsa do të luftojë të gjitha problemet shëndetësore ku mund të përmendim dhimbjen e kokës, virozat, sinuzitin. Çaji i malit sipas ekspertëve ka një fuqi të jashtëzakonshme për trupin ton për trajtimin e sëmundjeve të virozave dhe gripit. Dhimbjet e fytit, kolla apo dhimbjet e kraharorit do të trajtohen më së miri përmes çajit të ngrohtë të malit. Pra i gjitha çfarë ju duhet të bëni është që të pini të paktën një gotë me çaj mali në ditë për të përfituar nga të gjitha këto vlera të jashtëzakonshme që ka për shëndetin ton. Provojni të pini të paktën një gotë përpara se të shkoni për të fjetur dhe menjëherë do të vërejni ndryshimet që në javën e parë të përdorimit të këtij çaji mrekulli i bërës që natyra ka ofruar për njerëzimin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!